festova që u bëra 40 vjeçe, po, edhe e bëra shtëpin altys, siç themi neve, edhe siç mund të shikoni. Jo sa të nxjerr fotografit që dolën shumë të bukura dhe më pëlqyen, pastaj djali po më ndihmonte aty që të mundeshim që të çanim këto tullumbace, se bëhen nami. Vetëm që këto që kishin këto letrat e vogla brenda, se do mbushe gjithë shtëpia, i çava brenda te koshi plirave direkt që të vinin atje më të shumtat. Edhe pastaj djali pasi u kënaq duke çart tullumbace, se i pëlqen shumë, nuk është nga fëmijët që të frikoj njerëz, çfarë të them unë tani. Ai sa dëgjon bambe dhe më shumë gëzohet, unë më shumë u tremba se sa ai. I mblodha të gjitha me dorë që të mos vinin të fshesë korrentit dhe ma bllokonin, edhe pastaj fillova nga pastrimi, të tund këto postet për jashta, poste i themi neve. Kur i kishim të vegjël i kishim poste nga delet. Tani kemi këto që i blejmë në për dyqane, po çfarë të bëjmë tani? Mua më pëlqejnë shumë se këtu edhe koha në anglisht e ftohtë, edhe të mbajnë ngrohtë këto njerëz. Edhe ndaj ai shtroje, edhe i blej me shumicë që ti kemë. Pastaj i laj në lavatriçe në larje në dorë. Tani pse ua them të gjitha këto, se mund të keni dhe juve ndonjë gjë me lesh kështu dhe doni që ta lajnë, të mos ua them, ua thash. Pastaj ja fshiva, lava, pastrova, e rregullova të gjithë shtëpinë, se e mirë është ditëlindja dhe mirë kaluam, edhe 100 të tjera e dini juve tani. Rofshi, faleminderit dhe për urimet që mora, po duhet pastruar tani. Kush do ta pastroj? Unë që brapis. Kush tjetër? Ciao, kaloni bukur.